dallimi në mes kafes dhe matchës është se kafeja përmban kafein, të cilën kur e pim, na zgjon shpejt, na kthjell shpejt, mirë po mandej e ka atë kohën kur fillon të bie niveli i koncentrimit. Ndërsa matcha përmban kafein natyrale dhe përmban një aminoacid i cili quhet L-theanin. Si vepron matcha? Do me thonë, e kemi atë efektin e kafeinës natyrale që na mban zgjuar, mirë po e kemi mandej edhe këtë efektin e aminoacidit L-theanin, i cili disi na qetëson. Qetëson trurin, mirë po nuk shkakton përgjumje. Këtu është ai efekti balansues i kafeinës dhe L-theaninës te matcha, edhe është sot një trend pije, të thomë, e cila jo vetëm tek ne, mirë po edhe në shumë shtete tjera ka filluar, viral është matcha. Kjo është çaj i cili ka filluar të përdoret që nga shekulli i 12.